Shqipëria ka ende probleme të thella me demokracinë dhe gjëja më e mjerueshme për këtë vend është organizimi i së djathtës. Kështu ka pohuar nga Gjirokastra kryetari i Frymës së Re Demokratike Bamir Topi. Gjatë një takimi me strukturat e kësaj force politike, Topi ka deklaruar për një report dakordsinë mbi reformën territoriale, për të cilën u shpreh se duhet ishte kryer kohë më parë, ndërsa ardhin e parlamentarëve evropian e ka cilësuar si të tepruar dhe në një moment jo të përshtatshëm. Zoti Topi ka kërkuar nga përfaqësuesit e Partive Popullore Europiane dhe Parlamenti Evropian ta shohin më me shqetësim situatën politike në Shqipëri, pasi Partia Demokratike, që e ka konsideruar si një parti të familjes, e ka lënë vendin pa të djathtë dhe pa opozitë. Ne jemi parti e qendrës djathtë dhe gjëja më e mjerueshme sot në Shqipëri është që organizimi i djathtës. Ato duhet shohin në Shqipëri sepse partia opozitare parlamentare është pjesë e Partive Popullore Europiane, duhet shikojnë që kjo parti nuk është më një parti demokratike. Kjo është një parti e cila është ndërtuar mbi bazën e një nepotizmi. I pyetur mbi reformat e ndërmarra nga qeveria, Bamir Topi është shprehur se shteti ka nevojë të hyjë në normalitet, por burgu nuk është zgjidhja e duhur, duke pasur parasysh faktin që shoqëria jon është tradicionalisht e traumatizuar.